Procesi i ri zgjedhor, por po flas listat vjetra ose përmbajtje pothuajse 80% njëjtë, kështu e kemi pa, jo vetëm LDK-n, por kemi komentuar me radhë dhe listat e tjera. Këtu çka ka risi në LDK është një koalicion me Partinë e Drejtësisë, pastaj është një koalicion me AKR-n, disa emra që mund të konsiderohen si pjesë të listës, por jo si prurje. Kur jemi tek prurje, duhet të veçojmë këto që u prezantuan kohëve të fundit në LDK, siç po figura siç është zonja Janina Imeri, e kështu me radhë që janë figura të reja që kemi pa, domethënë në esencë LDK pothuajse po i hyn garës me përmbajtje të njëjtë, me strukturë të njëjtë. Dhe nuk isha mujt me veçu ndonjë emër specifik e cila e bën këtë dallimin jo të pritshëm, ndoshta u kërkova mund të përmendet si kthem, si ardh, si prurje, se si do të quhet, por ka një vlerë besoj të shtuar brenda LDK-s që mund ta bëjë një lloj diferencë tek votat që vinë për familjen Rugova dhe në përgjithësi tek elektorati i LDK-s. Pastaj po shoh këtu se tash mund të harrojmë, janë 110 emra dhe mund të harrojmë disa që të përmendim për tyre, është edhe Adilina Thaqi, këngëtarja mirënjohur, që i ka futur kësaj radhe, është futur në politikë dhe është pjesë e garës, por në përgjithësi nëse analizojmë në pikat përgjithshme LDK pothuajse është në ato pozicione sikur se gjitha subjektet tjera politike nga